Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama deklaron se ndryshimet në qeveri ishin menduar më herët, por Belinda Balluku nuk do të shkarkohen nga detyra në rrethana të tjera. Drejtori i përgjithshëm i policisë Ilir Proda shkarkohet nga detyra, vendimi për shkak se nuk garantoi sigurinë e të huajve në vilën 31. Arrestohen 4 protestues të opozitës, akuzohen për bombat Molotov ndaj vilës së ish diktatorit Enver Hoxha, duke rrezikuar jetën e turistëve të huaj. Rritet numri i personave të prekur nga sëmundja e veshkës, mjekët këshillojnë kontrolle periodike për të mos u paraqitur në spital në gjendje të rënduar. Kryeministri Rama është shprehur se ndryshimet në qeveri ishin menduar më herët, por sipas tij në rrethana të tjera zëvendës kryeministria Belinda Balluku nuk do të ishte shkarkuar. Sa i takon çështjes së imunitetit, një vendim përfundimtar do të merret vetëm pas raportit të socialistëve në Këshillin e Mandateve. Ndryshimet të bëra në kabinetin qeveritar për kryeministrin Edi Rama nuk ishin një surprizë. Në podcastin e tij flasim, teksa për herë të parë sqaroi se pse erdhën këto ndryshime. Rama u shpreh se nëse rrethana do të ishin ndryshe, zëvendës kryeministria Balluku nuk do të ishte shkarkuar. Nëse rrethanat do të kishin qenë të ndryshme, nuk do të kishte ndryshuar për rezultatet e jashtëzakonshme në punë zëvendës kryeministria dhe ministria e infrastrukturës dhe energjisë, që aktualisht në bazë të mbledhjes së zgjeruar të grupit dhe të planit të ri të kompozimit të qeverisë është ish zëvendës kryeministria dhe ministria e infrastrukturës dhe energjisë. Sa i përket çështjes së imunitetit të Ballukut, Rama dhe njëherë sqaroi se do të pres më parë raportin dhe më pas do të ketë një qëndrim zyrtar. Por gjithsesi për këtë temë fola pak në mbledhjen e grupit dhe rezervova dhe më mbetet e rezervuar drejta që të flas në mënyrë më shtërruese pasi të kem lexuar edhe raportin e Këshillit të Mandateve. Shefi i ekzekutivit komentoi dhe aksin e shembur Librazht Prenjas. Me ironi, ai u shpreh se rrëshqitja e dherave që sollën në dëmtim të rrugës nuk ka asnjë lidhje me korrupsionin. Po kaq e vërtetë është kjo sa që është e vërtetë lidhja e korrupsionit me atë rrëshqitje. Zero. Aty ka një gjeologji të vështirë dhe rrëshqitja ka afektuar jo aksin e ri, asgjë që lidhet me kantierin dhe me të gjitha punimet që janë bërë në kantierin përgjatë segmentit rrugës Elbasan-Qafthan, por rrugën e vjetër. Në 26 shkurt, Rama bëri 7 ndryshime në qeveri, duke përfshirë emra të rinj në kabinet, duke larguar Elisa Spiropalin dhe Piro Vëngun. Sulmi në vilën 31 solli shkarkimi nga detyra të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Ilir Proda. Ai është gjetur përgjegjës për cënimin e sigurisë së shtetasve të huaj që u ndodhën në goditjen e bombave Molotov. Për të njëjtën arsye është larguar edhe drejtori i policisë së Tiranës. Shkarkohet nga detyra drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda. Në vend të tij vjen i komanduar Sokol Bishga, që mbante postin e numrit 2 të këtij institucioni. Ky vendim u mor pas protestës së dhunshme të 28 shkurtit nga Partia Demokratike, teksa burimet bëjnë të ditur për Vizion Plus se sulmi i paprecedent i shtetasve të huaj te vila 31 e ish diktatorit Enver Hoxha nuk mund të kalonte pa përgjegjësi. Vënia në rrezik e vizitorëve të huaj që qëndronin në shtëpinë e ish udhëheqësit komunist nuk ishte arsyeja e vetme e shkarkimit të Prodës, por edhe mos përmbushja e rregullt të detyrës dhe mos garantimi i jetës së qytetarëve gjatë mbrëmjes së të shtunës, ku tubimi mori për masa të mëdha. Për po të njëjtat arsye, burimet bëjnë të ditur se është shkarkuar edhe drejtori i policisë së kryeqytetit Elton Alushi. Ilir Proda u emërua në krye të policisë së shtetit me 2 tetor të 2024-s, pas një karriere të gjatë gati 19 vjeçare, ku më herët drejtonte policinë e Elbasanit.
Sulmet me molotov në vilën e ish diktatorit Enver Hoxha e kthyer në rezidencë për artistët e huaj nga fondacioni Art Explora u kritikuan nga kryeministri Rama. Teksa inspektoi ambientet e dëmtuara me anë të një postimi në rrjetet social X, kreu i qeverisë u shpreh se këto sulme vijnë nga një grush të verbrisht të paguar për të friksuar qytetin dhe njollosur Shqipërinë në udhëheqjen e një ligsire kriminale 80 e kusur vjeçare. Rama kishte kritika edhe për gjyqtarët të cilët liruan protestuesit që hodhën molotov, ndërsa theksoi se ky fenomen nuk ndodh askund në Europë. Sipas Ramës, këto vendime të drejtësisë janë një turp pasi gjyqtarët rrinë dhe vështrojnë sikurse Shqipëria nuk është atë dheu i tyre. Katër protestues të opozitës janë arrestuar në akuzën e shkatrimit të pronës me zjarr dhe goditje për shkak të detyrës. Sipas policisë, ata hodhën molotov në vilën e ish diktatorit Enver Hoxha duke rrezikuar jetën e turistëve të huaj. Nga protesta e 28 shkurtit e Partisë Demokratike, 4 tubues përfunduan në qeli. Në Prangaran, Leonardo Marku, Robespierre Dervishaj, Doris Rista dhe Sergej Rapo. Ata akuzohen për 5 vepra penale, goditje për shkak të detyrës, prishja e qetësisë publike, shkelja e rregullave mbi lëndët plasëse dhe djegëse, shkatrimi i pronës me zjarr dhe kundërshtimi i punonjësit të rendit publik. Ndryshe nga herët e tjera, për herë të parë, Blu dhe kryeqytetit referua në SPAK deputetin demokrat Klevis Balliu për organizim dhe pjesëmarrje në manifestime të paligjshme. Policia e Tiranës njoftoi se protestuesit kundërshtuan uniformat blu duke hedhur lëndë piroteknike drejt tyre dhe nga ana tjetër, duke sulmuar vilën e Enver Hoxhës në kryeqytet, vunë në rrezik 7 shtetas të huaj që ndodheshin brenda ambienteve. Rreth orës 21:30 drejt mbylljes, militantët hodhën fishek zjarr dhe molotov në vilën e ish diktatorit në ish blok, duke shkaktuar alarm te vizitorët e huaj. Ndërkaq, kreu demokrat Sali Berisha sqaroi se sulmi i vilës 31 ishte akt simbolik. Në shtëpinë e ish diktatorit banon Edi Rama dhe kjo gjalli një revolt të pakufishme dhe bëri që ata t'i përvishën asaj banese. Ndryshe nga protestat e tjera kombëtare, ajo e së shtunës ishte pa fjalime politike, pa podiume e pa kontrolluar në marshim. Ajo zgjati më shumë se 3 orë, ndërsa rrugët kryesore të kryeqytetit u pushtuan nga protestuesit demokrat që kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama. Në doganën e Kapshticës është bllokuar rreth 1 tonë mjalt i cili nuk dispononte dokumentacionin përkatës për të vërtetuar sigurinë ushqimore të produktit. Sesia që vinte nga Greqia ishte destinuar për import dhe tregtim në vendin tonë. Ajo është vendosur në magazinën doganore deri në përfundimin e analizave dhe procedurave të kërkuara ligjore. Sipas drejtorisë së përgjithshme të doganave, siguria ushqimore mbetet prioritet, ndërsa mbrojtja e konsumatorit dhe garantimi i standardeve në import vijojnë të jenë objektiva kryesore në kuadër të bashkëpunimit ndër-institucional. Mjekët nefrolog japin alarmin për shtimin e personave të prekur nga sëmundja e veshkave. Sipas tyre, shumë njerëz neglizhojnë kontrollet periodike dhe paraqiten në spitale në gjendje të rënduar. Numri të sëmurëve me veshka, sipas të dhënave zyrtare, ka pësuar rritje, ku 1 në 8 persona në vend është i prekur. Sëmundjet të tilla shfaqen në mënyrë të heshtur, ndërsa pacientët shpesh paraqiten në spitale në stade të rënduara. Në fakt, përgjithsisht, sëmundja renale kronike është një sëmundje e heshtur, pa shenja klinike, dhe shumë njerëz nuk e dinë që janë të prekur nga sëmundjet e veshkave. Mjekët pohojnë se pacientët shpesh e kanë të vështirë të kuptojnë sëmundjen. Në jetën tonë të përditshme mund të mos kemi asnjë shenjë klinike dhe në fakt në eksperiencën time si një mjeke nefrologesh prej 20 vitesh, kam në 80% të rasteve njerëzit vinë pa shenja klinike. Ndërsa për sëmundjet e tjera kronike që përfshin rrugët urinare si infeksionet apo kalkuloza renale, pra gurët në veshka, këto sëmundje e çojnë pacientin më shpejt ke mjeku dhe për këto sëmundje ne marrim masa më herët.
Një stil i shëndetshëm jetese me ushqime të kontrolluara dhe shumë aktivitet fizik do të parandalonte obezitetin, hipertensionin e diabetit apo sëmundje që çojnë dhe në problemet e veshkave. Diabeti është sëmundja kryesore kronike, e cila ecurin progresive të tij e ka me nefropatinë e veshkave, pra është një sëmundje që shkaktohet nga diabeti dhe prek veshkën. Pastaj është hipertensioni, shkakton nefropatin hipertensive, pra prekjen e veshkës nga hipertensioni. Obeziteti, natyrisht janë faktorët kryesor për të cilët ne si shëndet publik duhet të tregojmë kujdes. Mjekët rekomandojnë kontrole të vazhdueshme, ndërsa sipas të dhënave, 850 milion njerëz në të gjithë botën vuajnë nga një sëmundje që prek veshkat. Shumë njerëz ankohen për dhimbje të vazhdueshme të kokës e sipas mjekëve, kjo është një nga shenjat e problemeve neurologjike. Ato mund të komplikohen nëse qytetarët nuk ndryshojnë stilin e jetesës, duke shtuar aktivitetin fizik si dhe ushqimin e shëndetshëm. Zakonet jo të shëndetshme të jetesës, ushqimi i pabalancuar dhe mungesa e aktivitetit fizik po ndikojnë ndjeshëm në shtimin e çrregullimeve neurologjike. Këto probleme variojnë nga shqetësime të lehta si dhimbjet e shpeshta të kokës deri te sëmundje serioze si demenca. Që nga problemet më të zakonshme, siç janë dhimbjet e kokës, dhimbjet nervore, dhimbjet e shiatikut, dhe deri tek problemet madhore që janë ato aksidentet vaskulare cerebrale apo sëmundjet kronike si epilepsia, Parkinsoni, demenca. Si sëmundja më e shpesh do thoja dhimbjet e kokës. Dhimbjet e kokës janë më e shpesh, sidomos ajo që quhet dhimbja e kokës tensive apo migrena. Një ndër rreziqet më të mëdha mbetet ishemia cerebrale, e cila në shumë raste ka pasoja fatale. Për sa i përket problematikës, pra për vetë atë rrezikun që kanë tek shëndeti pacientëve, më shpesh janë aksidentet vaskulare, ishemike dhe hemorragjike. Faktorët e riskut janë ato që janë dekadat të tëra që studiohen dhe që janë të konfirmuar. Pra janë problemet kardiake, kur kemi ato aritmit kardiake, ngushtimi e ndërgjakut që vjen si pasojë hipertensionit, diabetit, yndyrnave, jetës sedentare. Mjekët neurolog theksojnë rëndësinë e parandalimit përmes një stili jetese më të shëndetshëm dhe kontrolleve të rregullta mjekësore. Shumë sëmundjet neurologjike janë të lidhura me stilin e jetesës apo dhe me sëmundjet e tjera. Pra së pari duhet konsultuar probleme shëndetësore që mund të lindin me kalimin e kohës. Pra një hipertension arterial, një diabet, një dislipidemi, gjitha këto duhen konsultuar, duhen trajtuar siç duhet. E dyta stili i jetesës, pra për mënyra e të ushqyerit, aktiviteti fizik, gjitha këto janë të këshilluara në shumicën dërmuese të sëmundjeve neurologjike. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 1 në 3 persona në të gjithë botën preken nga problemet neurologjike, të cilat përbëjnë shkakun kryesor të sëmundjes dhe paaftësisë. Studentët ekselent në mjekësi përfitojnë mbështetje financiare si një mënyrë për të nxitur ata drejt dijes. Vetë të rinjt thonë se duan që karrierën e tyre ta zhvillojnë në Shqipëri dhe jo jashtë. Për të rinjt me rezultate të larta, mjekësia vijon të mbetet një nga degët më të kërkuara dhe më sfiduese. Për Arsan, dëshira për mjekësinë lindi që në fëmijëri. Dëshira ime për mjekësinë ka lindur që në fëmijëri, ka qenë gjysha ime ajo që ka qenë, mund të themi, nismëtare, pasi ka qenë farmaciste për një periudhë shumë gjatë jetës së saj. Një zgjedhje që nuk u prit me entuziazëm nga familja për shkak të rrugëtimit të gjatë në studime, por vendosmëria e saj e bëri që të jetë pjesë e studentëve ekselent. Deri tani mbajtja e rezultateve nuk mund të them që ka qenë diçka e vështirë, pasi nëse ti ke një disiplinë, ke një rregull pune, ke një mënyrë në të cilën ti e sistemon gjithë procesin e të mësuarit, të përgatiturit për shkollën, nuk është diçka e vështirë. Do të thënë gjatë viteve të tjera të mjekësisë besoj se do jetë pak më e vështirë se çka ka qenë deri tani, duke qenë se edhe ngarkesa, edhe rëndësia e gjërave bëhet pak më e madhe, kështu që por do përpiqemi. Dini Liço është një tjetër student i mjekësisë, i cili ekselencën e nisi që në klasën e 9, duke marrë një numër të lartë certifikatash dhe medalje ari. Do bësh pak një balancë midis jetës sociale, gjumit, shkollës, arritjeve që ti don të arrish, synimeve që ke për jetën, dijet e larta dhe në fundit mos harrojmë që për të fituar mjekësinë është një lloj probabiliteti shumë i vogël. Pavarësisht undimit për të vazhduar jashtë vendit, ata kanë vendosur të ndërtojnë karrierën në Shqipëri, ndërsa familja është pika kryesore që i mban. Megjithatë, sipas Arsës, sistemi ka ende nevojë për përmirësime.
Zhvillimi i infrastrukturës në dhe spitaleve dhe klinikave në gjithë vendin, pasi në Tiranë normalisht janë të zhvilluara, po në përrethë dhe në qytetet e tjera nuk është ai niveli i njëjtë. Mbështetja financiare për studentët ekselent dhe programet prioritare ka pësuar rritje. Në këtë vit akademik, 424 student përfitojnë nga kjo mbështetje me një pagesë mujore 50.000 lekë. Nga këta, 166 janë student ekselent, ndërsa 278 ndjekin programet prioritare. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu, natën e mirë.